O hoxhi nderuar, unë dua të bëj një qese, si quhet lëmosh, po a duhet t'i them se këtë po ta jap për hir të Allahut? Nuk ka nevojë. Pra Allahu i lartësuar e di se çfarë qëllimi keti. Dhe unë këshilloj çdo njeri. Nëse ka mundësi, pra që lëmoshën ta bëj fshehurazi, pra mos ta shoh askush përveç të madhit Zot. Normal që kjo është mirësi e madhe. Pra me e bo vetëm për Allahun e lartësuar. Dhe profeti a.s. përmend disa kategori njerëzish të cilët do t'jenë në hijen e arshit të Allahut lartësuar. Pra ditën e gjykimit. A ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit Zotit gjithësisë. Dhe ndërta përmend, pra siç kuptohet prej hadithit, një person i cili pra nuk e di e majta çfarë ka dhënë e djathta. Kështu që Allahu i lartësuar e di mjetin tënd, e di çfarë keti për qëllim. E lut Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj dhe të të shpërblej. Amin.